bisedë që doja të ta shohë për televizionin tuaj që ishte interesante në rastin e mbrojtjes, ishte pretendimi i prokurorës se deklaratat e krerëve të UÇK-s, kjo ishte thelbësore sepse që ta kuptoni. Tu nuk po diskutohet më për dëshmitar konkret. Pra janë njerëz që janë marrë, ju e dini shumë mirë që denoncimet e para kanë ardhur nga raporti i Dick Martit, kështu që më mbrapa pastaj kanë filluar pretendime dhe dëshmitar që nuk janë dëshmitar konkret. Dhe pretendimi i prokurorisë janë se fjalimet e krerëve të UÇK-s, si të rastit të zotit Krasniqi, kanë nxitur, si thuash, krime lufte. Në ana tjetër, pala mbrojtëse e theksoj fare mirë sepse prokuroria nuk ka asnjë shkak pasojë për ta provuar këtë. Pra, nuk ka një shkak që një fjalim i një kreu të UÇK-s, për gjithë këta, nuk provon që të nesmen apo në një kohë afat shkurtër veprimet e ushtrisë shqiptare të Kosovës e shkaktuar këtë pasojë. Dhe avokati mbrojtës kujtoi rastin e Vojislav Sheshelit, i cili është gjykuar nga jo kjo gjykatë, por një gjykatë tjetër, pra për krimet e luftës, i cili e para një pretenca e tij ka qenë shumë herë më e vogël se sa këta, e dyta herë dënimi që ata i dhanë 10 vjet dhe e dini për çfarë? Sepse pak a shumë akuzat ishin të njëjta. Pra ai pretendonte për Serbinë e Madhe, ishte radikal dhe mendohet se deklaratat e tij kanë nxitur dhunë dhe krime ndaj njerëzimit. Problemi është se Shesheli atëherë doli i pafajshëm për rastin e si thuash Kroacisë dhe të Bosnjës dhe i vetmi element ku e gjetën të fajshëm Sheshel ishte për rastin e Vojvodinës, ku ky u shpreh për largimin si thuash të popullit kroat. Dhe vetëm për këtë, pra doli i pafajshëm për dy rastet e para sepse doli i fajshëm për shkak se prokuroria lidhi shkakun me pasojën, sepse pretendimet e prokurorisë speciale, që unë nuk shoh asgjë speciale, po do ju them se nuk është speciale, pretendimet e prokurorisë speciale ishte se këta nuk e kanë domosdoshmërisht të nevojshme të provojnë fajësinë për shkak pasojë. Pra këta mund ta marrin fajësinë edhe sipas ka bërë ky një si thuash një fjalim dhe në një efekt kohor mund ta marrësh dhe 2-3 vjet që mund të ketë ndodhur lufta, ka provuar diçka. Por s'ka një provë konkrete. Jo, mbrojtja pretendon ndryshe.